Pasi kalon disa kohë, numri i njerëzve që besonin në Jezusin u rrit. Me rritjen e numrit të dishepujve, midis tyre lindën murmuritje dhe grindje. Kështu, të 12 apostujt i mblodhin njerëzit. Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndis për të shërbyer në përtryeza. Prandaj vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi. Ne do t'u lëmë atyre këtë punë mikpritjeje dhe do të bëjmë veten lutjen dhe shërbesin e fjalës. Ky propozim u pëlqeu të gjithë dishepujve. Dhe zgjodhen Stefanin, njeri plot besim dhe me frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën, një nga Antiokia. I paraqitën pastaj përpara apostujve, të cilët u lutën dhe u vun duart mbi ta. Dhe Stefani ishte plot besim dhe fuqi dhe bëri shumë mrekulli dhe shenja të mëdha. Por disa burra nga sinagoga që quhej libertinëve, të kireanarëve dhe aleksandrinëve dhe atyre të Kilikis dhe Azis, kundërshtuan Stefanin dhe filluan të debatojnë me të. Por ata nuk mundën ta mposhnin Stefanin, i cili foli mendimin e frymës së shenjtë. Pastaj nxitën turmën dhe sollën dëshmitar të rem për të akuzuar Stefanin përpara Sinedrit. Në Sinedri, kryeprifti i bëri një pyetje Stefanit. A janë këto gjëra pikërisht kështu? Stefani u përgjigj: Burra, vëllezër e etër, dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq atit ton Abrahimit përpara se të shpërngulej në Haran, ndërsa ai ishte ende në Mesopotami. Dhe ai i tha Abrahamit: Dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe eja në tokën që unë do të tregoj. Atëherë Jozefi dërgoi ta thërresin atin e tij, Jakobin dhe gjithë farefisin e tij, gjithsej 75 shpirtra. Por Jakobi zbriti në Egjipt. Në atë kohë lindi Mojsiu dhe ishte i bukur në sytë e Perëndis. O popull kryeneç me zemër e veshë nuk dëgjojnë Perëndin. Ju gjithnjë e kundërshtoni frymën e shenjtë, si etrit tuaj, ashtu po bëni dhe ju. Ju që e morët ligjin e porositur nga ëngjëjt dhe nuk e keni ruajtur. Por i dëgjuan këto fjalë, ata u therrën në zemër të tyre dhe kërcëlluan dhëmbët kundër tij. Por Stefani, plot frymë të shenjtë, i nguli syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndis dhe Jezusin duke qëndruar në të djathtën e Perëndis. Kur Stefani pa atë pamje, tha: Ja, unë po shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriu duke qëndruar në të djathtën e Perëndis. Ata, duke lëshuar britma të forta, i zun veshët e tyre dhe të gjithë, në një mendje të vetme, u sulën mbi të. Dhe si e nxorën Stefanin jashtë qytetit, e vranën me gur. Midis tyre ishte një djalë i ri me emrin Saul. Stefani u lut, ndërsa u godit nga gurët që i hidhnin njerëzit. O Zoti Jezus, pranoje frymën time, mos u angarko atyre këtë mëkat. Pasi tha këto fjalë, Stefani mbylli sytë.